eksodet e para, me dokumenta të ruajtura që i këm pas edhe në dorë, vitin 1396, kanë shku eksodi parë në Itali, në krahinën e në atë kohë Vatikani ka pas krej krahinën e Markës, ka qenë midis dy deteve, ka qenë një krahinë shumë e madhe, Rome, Ternie, Dejnë Ancona, ka qenë një zonë e madhe, dhe aty kanë shku shqiptarët e parë, kam pa dokumentin që kanë shku 300 shqiptarë në eksod të vitit 1464 në Macerata dhe kanë shkue në Itali vetëm si mas dokumentit shkruar nga Mirdita Merethina, Burrelli Mirdita Kruja, 59 fshatra me shqiptar janë ngullë në Kalabri dhe 5 fshatra në Sicili, 64 fshatra. Dhe italianët kur nuk u kanë thonë mos fol në Shqip, kur nuk u kanë thonë mos shkru në Shqip, kur nuk u kanë thonë më hojnë një vendin e juaj, dhe i kanë lejue deri në ditë sotit me kryo shkolla gjithë farësh edhe universitetet në gjuhën Shqipe, që këto nuk ja u kanë lejue në vendet tjera. Dhe për këto, ne nuk mund ta kalojmë një heshtje. Ka qenë presioni kishës katolika, thoni më ba. Urdo? Ka qenë presioni dhe dashamirësia e kishës Po, katolike. ka qenë presioni. Dhe dyta, këto jo, vetëm atje që nuk i penguën shqiptarët me folë Shqipe, me ndryshu as fenë, as zakonet, as gjuhën, as kur gjanë, por e zhvilluan gjuhën Shqipe, kur Turqia për 4 shekuj e maloj me ligjë, nuk lejoj me ligjë shkrimi i gjuhës Shqipe. Dhe ata e hapën, shtypën Biblën, e shtypën ata, edhe sponsorizuan ata, shtypën doktrinën e krishterë në vitin 1574, hapën shkollën Shqipe, Lek Matrenga në vitin 1594, shtypën tjetër në doktrinë 1618, eri shtypën 1652, botuan, Pjetër Bogdani botoi doktrinën e krishterë në vitin 1685, shtypën fjalorin në vitin 1702 me 500 faqe, shtypën gramatikën e parë të gjuhën Shqipe që kemi, e para është Endre Bogdanit, por ka humë, e para tani ngelet ajo që bani Papa Klementi XI në vitin 1716 me 270 faqe, ku foljet kam dhe jam janë zgjedhuar në 9 mënyra, dëftore, dhënore, kallëzore, përcjellore, nuk i di ato, se i kam harruar tani, por janë siç janë sot në Shqipëri, janë bën në vitin 1716. Dhe sot në vitin 2025 është po ajo formë. Po. Se ti marri me radhë gjërat. Pra juve thoni që ka pasur një dashamirësi të Vatikanit ndaj nesh. Po, asë një diskutim. Këto e në provat që i po i bje. Do me thonë, nuk jem ka flasë si fetor, nuk jem prift, une jem laik, sepse kam linë komunizm, edhe jem rrit pa prift, pa kish, si gjithë tjerë, në shkollë jem rrit. Nuk jem praktikon një fes, por une jem një studiosiv e menshim i realitetit. Kur filluan të faleshin në shqiptarët? Këtë nuk mund të thëmë, sepse në vitin 1000... Po fakti që kanë botuar... E 652... Po pra, fakti që kanë botuar... Në vitin 1462, 462 Pali Angjeli, thot, unë të pakzoj për emën të atë të birë shpirtit shenjt, pra kjo ishte me fol Shqipën kish qysh atëhere. Kjo është një shembull i parë kjo. E dyta, përkthimi në vitin 1555 i Biblës Shqip është bën për qëllime me u thonë liturgjia në gjuhë shqipe. E treta, hapja e 4 universiteteve në Itali, 4 i kanë hapë. Për me gjuhë shqipe është bën që kur të rrëfehen njerëzit tek frati, fretet që vinin nga vendet e tjera, mos kishte nevoj për përkthyes dhe rrëfimi mu marrë vesh nga 3 persona. Apo frati të dinte shqip. Të dinte prifti shqip, frati të dinte shqip, që mos kishte nevoj me marrë përkthyes. Dhe kjo ka qenë kërkes
Domethënë për këtë ata i kanë bën fjalor të librat e gjithë, domethënë kush vjen këtu do t'i thoshin që mëso dhe Shqipen kush ka Shqipëri. Kjo ka qenë të paktën tash 4 shekuj. Tash paktën nga viti 1600 në këtej. Dhe kjo është e vërtetë. Unë kam Po shkolla shqipe, Mark, a hapën ata këtu se neve flasim për shkollën shqipe të Korçës. Po dhe grekët pretendojnë që ne kemi ardhur nga Kaukazi dhe kemi filluar shumë vonë gjuhën shqipe. Shiko, Ndërkohë, bile ka dalë edhe një eurodeputet, është një Fred Beleri që thotë ju keni ardhur vonë, u prut nga turqit, nga Kaukazi këtu. Dhe gjuha shqipe është një gjuhë e krijuar nga turqit për të na dhënë neve. Tani unë pika e parë, nuk jam gjyqtar. Dhe neve vërtetojmë një farë mënyrë se edhe shkollën e parë shqipe kemi hapur shumë vonë. Inxhinier, i aftën profesionin tim, jam edhe një studiues i vëmendshëm i dokumentave të vjetra dhe një njeri që mu edhe me i lexua, që kam kualifikimin edhe për t'i lexuar, e për me i punuar. Por, mund t'ju them atyre që i thonë kështu, që studiues shumë të kualifikuar në Amerikë, në institucionet shkencore amerikane, konfirmuan që gjuha shqipe është paktën 8.000 vjeçare. Kjo është publikuar zyrtarisht në mediat ndërkombëtare. Mark, kjo mund t'jetë, por le të kapim tezën ekstreme që turqit prun një popullsi këtu dhe ja mësuan me dhunë këtë gjuhë. Në fakt, këta janë një popullsi e cila momentalisht janë në Azerbajxhan, Udur, nga 5.000 veta janë. Sepse populli, kur erdhen turqit këtu, sa po erdhen filloi eksodi. Dhe në Itali nuk ja mësuan italian shqipen, as atyre që kanë ikë që është komunitet shumë i madh, nuk ja mësuan turqit. Ata ikën me gjuhën shqipe që e flasin edhe sa. Shumë është Mark, por një ignorant hidraulik do me bë dhe histori. Ky është argumenti më i fortë. Tashi, mirë ne mësoj turku e ne pruni, po ata që ishin tu shkuan në Itali e flasin italisht. Pa i ka pala turku. Pa i ka pala. Pse flasin shqip ata? Edhe e kanë hap shkollat dhe librat shqip dhe shkrimet e parë ata i kanë bën. Prandaj, kjo nuk qëndron fare, kjo tezë është krejtësisht e gabuar dhe jo saktë. Edhe ne kemi regjistrin e vitit 1416, ka 7 faqe me emna me fjalë shkruar shqip. Ç'është mund thuhet ajo 416 në sa kishin ardhur turqit. Turqit në vitin 1500 ka qenë më pak se 5% e popullsisë e islamizuar. Në vitin 1500, me statistika, me regjistrimet. Nuk është e vërteta ajo. Por e vërteta është që ata e ndaluan kultivimin e gjuhës shqipe. Shqiptarët për hir të vërtetës themi atë që është, ata që pranonin më kthyen në islam, ja ushqyen karrierën, i bën oficera, i bën prefekta, i bën kryeministra, i bën ministra, i bën drejtora, u dhanë gjitha garda në perandori, 36 kryeministra i bën shqiptar. Pra shqiptarëve që ndruan fen, ju dha përparësi ndaj gjithë kombeve të tjera. Kjo qëndron. Por ata që nuk e ndruan fen, ata i persekutoi keq. Po, Mark, kemi edhe një debat tjetër. Shkollën shqipe neve e caktojmë shumë vonë, që u hap në Korçë, shkolla e parë. Juve e keni kundërshtuar dhe unë ju mbështes në këtë pikë kur thoni nuk është e vërtet, janë hapur shkolla më përpara në Shqive, më përpara në veri të Shqipërisë, që ishin pranë Kishës, po në gjithë Europën pranë Kishës ka qenë. Universiteti Bolonjës, Universiteti Harvard e kanë hapë priftat, e një tonë bota, edhe tash Kishë e ka prapë, edhe sot. Së është në shtetit. Jo, përveç kësaj, është edhe një fakt tjetër që më duket arsimi civil, arsimi publik, shumë vonë është shkëputur nga Kisha në botë. Gjithë botën sot mësime fetare nga fundi shekullit të 19-s.